Qyteti Kukësit u përfshi në mbrëmjet e para të pranverës nga një ndotje masive e ajrit si pasojë e djegjes së gomave të vjetra nga adoleshentë të papërgjegjshëm, një fenomen që vijon të përsëritet para ose pas së festës së ditës së verës më 14 mars. Tymi i zi i shkaktuar nga djegja e gomave u përhap me shpejtësi në disa zona të qytetit gjatë të dielës në mbrëmje, duke shkaktuar shqetësim të madh tek qytetarët. Aroma e rëndë dhe mbytëse u ndje më fort në shëndetoren kryesore, pikërisht në orët kur dhe numri i qytetarëve që frekuentonin këtë zonë ishte më i lartë. Ndërkohë, banorët e pallateve pranë vendit ku po diteshin gomat u detyruan të mbyllin dritarët për tu mbrojtur nga tymi dhe era e rëndë. Gomat u dolën jashtë rrethimit të kopshtit dhe qerdhës në lagjen numër 5 të qytetit. Pas njoftimit të qytetarëve, shërbimi zjarrfix i Bashkisë Kukës ndërhyri menjëherë dhe arriti të shuaj flakët, duke parandaluar përhapjen e mëtejshme të zjarrit edhe ndotjes. Djegja e gomave mbetet një fenomen negativ që shoqëron mbrëmjet e para të pranverës në Kukës, pavarësisht masave të ndërmarra nga bashkia për të parandaluar këtë praktikë të rrezikshme. Kjo sjellje jo vetëm do të rënd ajrin, po përbën edhe një kërcënim serioz për shëndetin publik, duke prekur më së shumti fëmijët, të moshuarit dhe personat me probleme të frymëmarrjes. Pranvera duhet të sjellë gjallëri, ajër të pastër dhe festë, jo tym helmues dhe rrezik për jetën. Djegja e gomave nuk është traditë, por një veprim i papërgjegjshëm që dëmton shëndetin e të gjithëve dhe ndot mjedisin ku jetojmë. Është koha që familjet, shkollat, komuniteti dhe institucionet të bashkëpunojnë për t'i dhënë fund kësaj praktike të rrezikshme. Të festosh ditën e verës nuk do të thotë të helmosh qytetin tënd. Kuksi meriton pranverë me ajër të pastër, jo me tym të zi.